Kryeministri Edi Rama ka përshëndetur nga rubrika Sy më sy me lajmin se ka përfunduar procedura për mbylljen e platformës TikTok në telefonat smart. Gjithashtu e ka paralajmëruar se përdorimi i VPN-s është i rrezikshëm dhe se hakerat do bëjnë namin. E kam informacion dhe e kam edhe si këshill, sugjerim për gjithë ata që do dëgjojnë fjalën VPN falas, mos i hyni asaj rrugës sepse VPN-t falas janë hapja e shtegut për të humbur të dhënat që keni në telefon, sepse hakerat janë aty gati t'ja u glëbërojnë të dhënat e telefonit. Dhe i them të gjithë prindërve kujdes me telefonat, sepse nëse fëmijët ju fusin VPN në telefon, ju morën qafë. Kujdes me telefonat, TikTok-u me VPN është hapja e rrugës për hakerim. Okay? Falas dhe pastaj është një darë që e ka bishtin mbrava shumë të madh, shumë të gjatë. Faleminderit. Numrin 5 edhe mirë se të shihemi.